Burim Haliti është përzgjedhur nga autoritetet amerikane në Houston si qytetari i vitit 2025. Këtë titull ai e ka fituar nga një angazhim për mbi 2 dekada në shoqërinë amerikane, duke punuar në shumë grupe vullnetare dhe asociacione të ndryshme. Burimi, të cilin amerikanët e thrasin si Joe Haliti, thotë se është i nderuar me vlerësimin që ka marrë sepse ky titull prestigjioz, qytetar nderi, i u jepet individëve që tregojnë shërbime të jashtëzakonshme për shtetin, për qarkun apo qytetin e tyre ku jetojnë në Amerikë. Puna vullnetare në Amerikë vlerësohet shumë dhe monitorohet shumë po ashtu nga autoritetet në mënyrë që të vlerësohet secili individ për angazhimin e tij. Nuk bëhet shumë zhurmë për punën që bëhet, por vlerësohet një ditë ai që veçohet për angazhim gjithëpërfshirës në të mirë të komunitetit dhe shtetit. Kështu është vlerësuar edhe burimi apo Joe Haliti. Ai ka arritur të fitojë këtë titull në një konkurrencë prej 50 të nominuarve të tjerë. Ky titull, sidomos ky titull prej qytetarit vitit, është nga organizata e cila quhet Isaac Conroe Organization. Isaac Conroe ka qenë në themeluesi i qytetit që ka emrin Conroe tashti. Është i vetmi qytet në Amerikë që është emëruar pas një individi, i cili ka ardhur prej anës New Jersey të vitit 1800, shekullin e 18. Ka për 30 vjet se funksionon kjo organizatë, por çdo vit tradicionalisht kanë në fund vitit vendosin për individ, politikan, aktivist, cilët miren me komunitet, kontribuojnë komunitet në mënyra të ndryshme, siç janë në government apo në sektorin privat, apo me organizata jo fitimtruese, ku ndihmojnë të pastrejve, mentorimi i bizneseve të vogla, bashkëpunim me komunitetin, ku ndihmojmë ligjvënësit, politikën lokale, komunale, shtetërore apo federale. Dhe procesi fillon dikon në 50 veta në fillim të vitit, atëherë ngadalë brenda vitit ngushtojnë atë numër, ku në ditën e celebrimit që e bojmë është besin 3 persona dhe atë zgjidhet një prej 3-ve. Dhe ti ke arritur këtë konkurrencë ta fitosh? Këtë vit 2025-2026 isha unë personi aty. Po si shërben Joe Haliti në shtetin e Teksasit? Për 2 dekada kam shërbyer në organizata shumë të ndryshme, cilat janë të lidhura nga ana shtetërore, komunale, lokale, atëherë kemi edhe organizata të ndryshme, ku ndihmojnë komunitetin. Gjitha këto organizata që shërbejnë janë komitete që krijohen nga sektori politikës dhe janë pozita se i tojmë këtu pro bono, janë falas. Nuk ka pagesa, edhe cilat nuk marrin, nuk i shef në media sociale apo në lajme, po e luajnë një rol shumë të rëndësishëm në komunitet. Zakonisht anëtarët që shërbejnë në këto komitete zgjidhen prej sektorit politikës, shërbejnë popullin, shërbejnë shtetin, çfarë detyra si na u jepet për me bën do analizime, me bën hulumtime, me ndihmuan që ata të bëjnë zgjidhje më të mira. Joe Haliti është i përkushtuar shumë edhe në fushën e diplomacisë. Ai punon me një grup të ish politikanëve për të këshilluar zyrtarët të zgjedhur politik mbi çështjet e politikës, përpara se të prezantohet legjislatura në Kongresin dhe Senatin e Teksasit. Sektori politikës, sektori privat janë si të jenë binje. Nuk kanë dallim një për tjetër. Ku sektori politikës sa i përket legjislaturës, ku të vije puna apo ndër taksat apo licencat apo pa më parasysh se çfarë bizneset nevojiten. Ata gjithmonë bashkëpunojnë, gjithmonë takohen rregullisht. Aktualisht ai punon në Komitetin e Policisë dhe të Zjarfikësve, në Komitetin e Infrastrukturës, atë të veteranëve, Komitetin e Turizmit dhe Komitetin e Odës Ekonomike. Për 2 dekada shërbim në këto komitete, ai ka marrë mirënjohje, rezoluta, proklamime, e çmime prestigjioze. E çmimi i fundit është qytetari i vitit për qytetin e Conroe, komunën e Montgomery County dhe qytetin e Houstonit. Tash jam në komitetin të veteranëve. Ndihmojmë veteranëve të luftës ku të kthehen pas operacione të ndryshme si kanë. Ndihmojmë atyne, jam në komitetin e turizmit, që shërbejmë të gjitha taksat e hotelerisë në komunën tonë, që janë dikon afër mbi
mbi $8.4 milion në vit, ku përkujdesemi për to dhe i japim mbrapa komunitetit, të cilët e promovojnë qytetin, komunën ku jetojnë. Shërbejnë Komitetin e Policisë dhe Zjarrteksve, ku gjithmonë janë angazhimet, çfarë ka nevojë, rritja pagesave, ku i propozojmë këto të legjdhënësit dhe ja dobëzojmë qytetin lokal. Jam ashtu edhe në Chamber of Commerce, Komiteti Dhoma Ekonomisë dhe Komiteti Infrastrukturës. Burim Haliti është nga qyteti Ferizajt në Kosovë, e ka shkuar gjatë viteve 90 në Shtetet Bashkuara dhe përcjell me interesim të lartë edhe zhvillimet në Kosovë. Absolutisht, si çdo shqiptar diasporës, gjithmonë mendjen e kem atje, gjithmonë se unë kam qenë edhe para luftës, kështu. E kam parë si janë rrjedh gjasët asaj kohës. Po sigurisht në atë kohë nuk kem pasën government, nuk kem pasën president apo ambasador tillë, so ka qenë këtë një situatë ndryshe. Po e kem pas një diasporë me vërtet fuqishëm, cilët i kanë dhënë në maksimum për promovimin e Kosovës, me ato se çka kanë ditën, po kanë qenë shumë suksesshëm. E sot? Sot në realitet, me vërtet nuk i kemi fund qysh është këndash të kemi, për shumë arsye të ndryshme. Tash nëse e krahasoj kohën me para luftës, se sa kemi arritën dhe sukseset që i kemi pasur, pa pasur në government sa i përket Kosovës, pa pasur në ambasador, pa pasur në buxhet, e kem pas në diasporë shkëlqyshëm. Kurse tashti, kur e krahasoj si i kena, me të vërtetë si në shtetë një Etiopën për shumë shtetëve tjera, kemi ambasadën, kemi delegacione, kemi buxhete, kemi gjitha, nuk kemi në pozitë ku duhet jemi. Burimi apo Gjo Haliti ka kontakte të afërta me shumë autoritete amerikane, me kongresistë, senatorë amerikanë deri në Washington. Ai bashkë me bashkëdhëtarin Ismet Smailin nga Dallasi udhtojnë shpesh edhe deri në Washington për të lobuar për Kosovën. Është çudi se akoma tashti jemi t'ia shpjegu se ku është Kosova, dhe çfarë është puna, çfarë është ka bërë Kosovë tash për tash. Ishte një rast i veçantë ku ishim me Zotin Ismetin në Washington, ishme prej një takimi, shkojshme me një takim tjetër, po ishte pak një rrugë, dhe po të regon e njëta, vitet 90 ata ishme në këto koridoret, të shpjegu për Kosovën, se ku është Kosova dhe shka është ka ndodhë Kosovë, tash ta 30 vite ma vonë, jemi të njëjtën pozitë, sikur se fillojmë apet rishtas, apet ty të reguën punën e Kosovës. Filloi lobimi ende është shumë i nevojshëm sepse janë bërë shumë ndrime në Kongres e në Senat që prej viteve 90, thot Burimi për Radio Kosovën. Kemi kongresmen, senator, shumë legjdhënës të ri, ka kalu shumë një kohë, ato vitet e arta si i kishmi, si jetojnë Amerikë vitet e arta, i kishim gjithë legjdhënës nanën tonë. Po çfarë ndodhi atëherë, pse nuk u realizuan gjitha këto problemet apo sfidat Kosova se po ballafaqohet sot, nuk e shoh se ishte problemi këto, po problemi gjithmonë po del tek ne. Po arsyeja si e shohin diaspora, tash Kosova është shtet sovran, republikë, i ka delegacionet, i ka buxhetin, i ka ambasadat, kurse nuk janë angazhuar shumë në atë proces. Ai madje thotë se mërgata shqiptare e Kosovës në Shtetet Bashkuara nuk ka as komunikime të shpeshta me ambasadën dhe konsulatat e Kosovës në Shtetet Bashkuara, derisa thotë se si individ të suksesshëm shqiptarët kanë krijuar miqësi me shumë personalitete me ndikim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi më vërtet meq, kemi pas gjithmonë meq, gjithmonë mbajmë marrëdhënie, shkojmë vizitojmë kur e kryjnë punën për shembull në Washington, për çdo javë kur vinë shtëpiat e tyre, gjithmonë takohemi me ta, i kena këto biseda. Po qëllimi është unë si e shoh këto 4 vite të fundit si kam qenë, 4-5 vite të fundit nëse tham, që kanë qenë angazhuar këto, unë nuk e shoh Washingtonin si problem. Ne jemi problemi. Angazhimi jonë, cilët nuk jem ka mirë me atë punë, sa i përket prej anës Kosovës. Mërgata shqiptare në Shtetet Bashkuara është e gatshme gjithmonë dhe ka vullnetin të kontribuojë për Kosovën, por ata mërgjimtar nuk janë diplomat apo palë përfaqësuese që duhet të jenë në pozitat kur diskutohet për çështje të caktuara për Kosovën, thot Burim Haliti. Sa i përket bashkëpunimit me këta, mund të them se 70% prej tyre
janë një gjeneratës tre. Na ka marrë në kohë, kur kemi bisedu me ta, kemi shpjegu Kosova, situata, historia, e gjitha këto. E kuptojnë ku është puna, po kërkojnë angazhim edhe prej Kosovës. Se nuk ka bashkëpunim, nuk ka angazhim, nuk ka interesim. Kështu se për neve mund ta promovojmë atë. Po sa i përket të futëm më shumë në detaje, do të fillojmë një proces, duhet jetë angazhimi i prej Kosovës, Ministria e Punëve të Jashtme. Kështu e thonë ata decisivisht, apo? Absolut. Burim Haliti me shqetësim thotë se Serbia ka investuar miliona fonde përmes diplomacisë së saj për të qenë më afër institucioneve amerikane për të paraqitur veten si viktim në raport me Kosovën dhe ja ka arritur qëllimin, thotë Halitaj. Ai pret nga qeveria e re e Kosovës që të bëjë më shumë investime në fushën e diplomacisë. Sërt me lobimin e tyre e ndrun këtë narrativen. Jo vetëm sa i përket të minoritetit, por shumë të gjëra tjera, më vërtet duhet një punë shumë e madhe. Nuk besoj se kjo mund të bëhet sa i përket diasporës, se kemi tash shumë organizata që dojnë kyçen në lobim apo promovimin e Kosovës, apo bashkëpunim me Kosovën, apo si nuk e di si kanë ato planet. Po me të vërtet duhet njerëz i duhet të shpenzojmë edhe na, sikur se Serbia e cila po avancon shumë akoma për me kry punë. Sipas zotit Haliti, korrupsioni dhe sistemi gjyqësor në Kosovë po vazhdojnë të pengojnë avancimin e Kosovës në strukturat perëndimore. Sistemi gjyqësor e luan një rol shumë të madh. Bisedat që kemi këtu, raportet nëse kur i shohim nga Departamenti i Shtetit, është korrupsioni është në listën e parë. Sa i përket investimeve apo shteteve si jemi afër, për shembull si Maqedonia, Serbia, Malizi, edhe ata kanë njëjtin problem sa i përket korrupsionit. Po kanë edhe probleme tjera që marrin investime prej Rusisë, prej Kinës. Neve ato nuk i kemi, kështu që është një gjë shumë pozitive në anën tonë. Po është një gjë tjetër se korrupsioni i cili ka marrë Kosovën peng. Unë besoj aty se kishte kalu një rol shumë të madh sistemi gjyqësor, po të intervenonin më shumë, po ta kenin interesin e Kosovës, jo interesin e tyre personale apo të partive. So kjo është shumë e rëndësishme për një shtet të funksionojë me një mënyrë shumë të mirë. Kishte me qenë edhe ta bënin një punë shumë më të mirë. A ke ndërmend me arti me investu Kosova apo po pret mu rregullu ky sistemi gjyqësor? Tash kemi do investime në Kosovë, po një herë do presim edhe pak, shumë se si do bëhet, si do situata. Unë ju pres të pim një kafe në Prishtinë edhe të falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit shumë për juve, kënaqësi të jem me ju. Gjithashtu, mirupafshim. Tonë. Burim Haliti, të cilin amerikanët e thrasin Joe Haliti, është i kujdesshëm të vlerësoj punën dhe angazhimin e secilit bashkëpunëtor amerikan dhe për këtë ai organizon edhe takime të shpeshta me ta. Ai theksoi nevojën për një investim më të madh në fushën e diplomacisë, një projekt që do të kthente vëmendjen e Washingtonit në Prishtinë për të zgjedhur një herë mirë raportet e mbetura pezull me Serbinë.